Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe gjatë tyre viteve kemi folur së bashku shumë dhe kemi prekur shumë tema. Dhe unë kam marrë shumë përgjigje prej jush edhe shumë kontakte prej jush, të cilët to mesazhe ju kanë inkurajuar. Dhe ky është një inkurajim dhe për mua që përgatitem për to mesazhe sepse dua që Bibla të flasi sot. Dhe besoj vëllezër dhe motra dhe miq të dashur kudo ku jeni në diasporë të gjithë shqiptarë në çdo cep të botës. Merrni një Bibël dhe lexojeni sepse Bibla flet sot. Sot do të flasim për një temë që ka kapur vendin tonë, do të flasim për protestën. Mirë se erdhët pra në Radio 7 Albania në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Në ditët tona dëgjojmë shumë për protesta. Protesta në rrugë, protesta që shikojmë në televizion, protesta në rrjetet sociale. Çdo ditë shikojmë në lajme dhunë, korrupsion, padrejti dhe diçka brenda nesh thret. Por unë sot dua të ju flas për një protestë tjetër. Një protestë që nuk ka pankarta. Një protestë që nuk transmetohet në lajme. Një protestë që nuk e kap kamera. Dhe një protestë që nuk e dëgjon mikrofoni. Pash në rrjetet sociale një burr i cili kishte shkruar ju afrua një të ri 19 vjeçar dhe e pyeti: "Pirim, pse pankarta jote është bosh?" Dhe ai e vështroi dhe i tha: "Sepse nuk di çfarë të shkruaj. Nuk kam fjalë. Unë vetëm dua të thras." Kjo është Shqipëria sot. Shikojmë tek protestat të rinjve, marrin mikrofonit njëri pas tjetrit të rinjt, djemt dhe vajzat dhe shprehin pakënaqësinë e tyre, sepse duan të ardhmen e tyre. Pra ka vetëm klithma e zemrës. Por nuk janë vetëm fëmijët, nuk janë vetëm të rinjt. Është një nënë që lutet për fëmijën e saj dhe thot: "O Zot, deri kur do vuaj?" Një burr që sheh familjen e tij duke u coptuar dhe thot: "O Zot, deri kur?" Njëri që shikon konfuzionin me këto ligjet që po miren për mbi temën e gjinisë dhe pyet: "O Zot, deri kur?" Dhe unë dua sot ju sjell një libër nga Bibla, një profet i cili përjetoi të njëjtat ndjenja dhe ishte e njëjta situatë pra, siç po përjetojmë neve sot. Dhe ky profet është Habakuku. Ky profet pra është Habakuku. Te libri i Habakukut. Dhe shikojmë ky profet shikonte dhunë, shikonte padrejti dhe ai filloi të drejtoi, jo të protestoi tek mbreti, jo të protestoi tek qeveria, por ai filloi të bënte pyetje tek Perëndia. Pra kemi një dialog nga protesta e zemrës së Habakukut. Titulli i mesazhit për sot është Protesta dhe dialogu në zemrën e Habakukut. Protesta e zemrës së Habakukut pra. Dhe nuk ishin pyetje të mosbesimit. Ishin pyetja: "Deri kur, o Zot?" Është pyetja e një zemre që ende beson. Sepse vetëm ai që beson vazhdon të pyes Perëndin. Ai që nuk beson ka pushuar së pyetini. Dikush që nuk e pyet Zotin ka pushuar së besuarit tek Zoti. Dhe unë dua të shikojmë 3 personazhe sot që do na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë do thotë të protestosh me besim. Do shikojmë profetin Habakuk që guxohet të pyeste Perëndin. Do shikojmë
birin e Perëndis Zotin ton Jezu Krisht, që edhe ai protestoi dhe hyri në dhimbjen ton në kryq, dhe do të shikojmë protestën e të riu shqiptar. I riu shqiptar rinia sot ka nevojë për një busull, por kjo busull është thyer në dorë dhe që kërkon drejtim pra. Pra sot do kemi 3 zëra, 3 klithma, 3 protesta, por të gjitha këto protestat takohen tek një vend, te Perëndia, sepse jo çdo protest është në rrugë. Disa protestat më të mëdha, miq të dashur dhe vëllezër të dashur, bëhen në gjunjë, në lutje. Prandaj sot le të takohemi me Habakukun, le të aftojmë Habakukun dhe të na flasi ai për protestën e besimit. Le të hapim Bibla te libri i profetit Habakuk te kapitulli 1 dhe do lexoj 4 vargjet e para. Libri i Habakukut, kapitulli 1, 4 vargjet e para. Profecia që pati në vegim profeti Habakuk. Deri kur, o Zot, do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh? Unë kërthas dhun, por ti nuk shpëton. Përse më bën të shikoj pa usin dhe më bën të shoh çoroditjen? Për para meje qëndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarja poshtohet. Prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi e mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrëmbërohet. Dhe drejtësia shtrëmbërohet. Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë për këtë emision, ne të falenderojmë për të mesazh, o Zot. Ne të falenderojmë sepse Ti je ai i cili drejton zemrat tona. Ne të falenderojmë për Radio 7 që na jep mundësinë të ndajmë mesazhet nga fjala jote. Tek të gjitha shpritrat që e dëgjojnë Radio 7, unë kërkoj që ti t'i bekosh, o Zot. Çdo zemër shqiptari në diasporë, o Zot, dhe në çdo cep të botës dhe në Shqipëri gjithashtu. Ti prekësh zemrat e tyre dhe ata të rinj që janë në protestë, kushdo, edhe në qeveri. Kërkoj që nëpërmjet ti mesazhit ti të flasësh në zemrat e tyre, o Perëndi. Prandaj unë lutem për urtësi, unë lutem për drejtim, unë lutem për dialog, unë lutem për paqe, o Zot. Dhe kërkoj, o Perëndi, që ti të drejtosh zemrat e të dy palëve dhe të qeverisë, por gjithashtu edhe të rinjve. Unë lutem që ky mesazh, o Zot, të flasi në zemrat e të gjithëve. Të kuptojnë që Bibla flet dhe sot, o Zot. Të rinjt të jetë brezi i cili do të njohë Perëndin dhe jo të bëjnë se çfarë u pëlqejnë. Lutem për qeverinë gjithashtu të japësh mençuri dhe urtësi që të shërbejnë popullit, o Perëndi. Dhe të mos sillen si pronar, por të sillen si shërbëtor të popullit, o Perëndi. Prandaj ti bekoje fjalën tënde në zemrat tona, beko dhe Radio 7, të gjitha ata vëllezër dhe motrat që kontribojnë dhe shërbejnë me Radio 7. Është një zë në shkretëtir, o Zot. Dhe kërkojmë, o Perëndi, që ky zë të arrijë në çdo cep të botës, o Perëndi, sepse ke thënë, shkoni dhe bëni dishepuj nga gjithë bota dhe unë do të jem me ju deri në fund të botës. Kërkojmë që ti të jesh këtu ndërsa do predikohet fjala jote sot, o Zot. Frymat tënde shenjtë le të veprojnë në zemrat e dëgjuesve, o Perëndi, dhe të sjellin frytë shpëtimi dhe inkurajimi dhe thyerje dhe pendimi, o Zot, dhe besimi. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Kush ishte Habakuku? Habakuku bëri pyetje tek Perëndia. Shikojmë pra një dialog i një njeriu me Perëndin. Shumë herë shkojmë tek Perëndia me ankesa dhe nuk është gabim kjo gjë. Perëndia pret nga ne. Pse? Sepse jetojmë në një botë të rëndë dhe kur shikojmë në ambientin ton, në rrethin ton, në vendin ton, në familjet tona, në lagjen ton, në komunitetin, qytetin ton, të gjitha anët negative, ku duhet të shkojmë? Në Facebook? Jemi të parët në Facebook neve të themi të gjitha negativitetet çfarë ndodh këtu në Shqipëri. Por para se të shkojmë në Facebook dhe të komentojmë dhe të hedhim statuse, më e mira është, miq të dashur, të shkojmë tek Perëndia. Habakuku nuk ishte Facebook, por Habakuku shkoi tek Perëndia. Habakuku me pyetjen që i bën Zoti, deri kur, o Zot, pse më lën të shikoj dhunë, pse më lën të shikoj padrejtësi,
Pse më lën të shikoj kriminalët qarkullojnë dhe të pasur bëjnë gradacela? Pse më lën të shikoj gjithashtu duke grabitësi duke marrë pronat e njerëzve? Pse më lën të shikoj drejtësinë që shtrëmbërohet? Pse më lën të shikoj që drejtësia nuk ja del të fitoj? Ligji nuk ka forcë mbi të fortët dhe që i pabesi mashtron të drejtin. Këto janë pyetje të Habakukut pra. Do më thoni Habakuku ishte ateist? Jo. As ateist, as rebel kundër Perëndis. Nuk ishte as sinik. A ishte profet. Profecia. Profecia do thot profet, kishte një profeci do thot një pesh, një bar, një profet që mbante një bar mbi supet e tij. Një profet me zemër të plagosur. A jetoi ndërmjet viteve 625 me 605 para Krishtit. Një nga periudha më dramatike të historisë së Judës. Mbreti i perëndishëm Josia sapo kishte vdekur. 12 vjet më parë, Juda kishte përjetuar rrezgjim të madh shpirtëror. Tempulli ishte pastruar nga idhujt, ligji i Zotit lexohej përpara popullit. E imagjinoni në sheshin Skënderbej atje ku bëhet protesta, të dali populli edhe të lexohet Bibla. Ligji i Zotit pra i rilexohet. Idhujt ishin thyer. Idhujt partijak ishin thyer. Diçka që duhet thyer sot edhe idhujt partijak, edhe të liderëve. Sepse kemi ngritur idhujt dhe me keqja, fatkesia më e madhe është besimtarët janë bën idhujtar politik, i binden më shumë partisë se sa Perëndis. Gjithçka pra ishte shëmbur. Idhujt i kishte shëmbur. Në mbretërimin më pas të Jeokamit, korrupsioni kishte pushtuar çdo cep të shoqërisë. Dhe Habakuku këtu nuk është një profet i cili ri në tempullin e Zotit, predikon fjalën e Zotit edhe kaq. Habakuku shikonte gjendjen dhe i flet Zotit. Dhe ai nuk fliste nga teoria, fliste nga dhimbja. Ai kishte parë hirin e Zotit, kishte parë se si ky rizgjim filloi të shuhej para syve të tij. Sa e dhimbshme duhet të ketë qenë kjo. Dhe shikojmë që edhe emri Habakuk ka një kuptim të madh. Emri Habakuk vjen nga hebraishtja Shavaku, që do thot përqafim, ai që përqafon. Sa paradoksale, a? Njeriu që i bërtet Zotit pse lejon o Zot e ka emrin përqafim. Dhe kjo na tregon diçka. Edhe kur ne pjesim Perëndin me dhimbje, ne kuptojmë që jemi akoma në krahët e tij, në përqafimin e tij. Ne nuk mund ta kuptojmë Perëndin, si Habakuku nuk mund ta kuptonte Perëndin. Por ai ishte ende në krahët e Zotit. Deri kur o Zot do të bërthas dhe ti nuk do të më dëgjosh, heshtje pra. Unë kërthas dhun, por ti nuk shpëton. Përse më bën të shikoj pausin dhe më bën të shoh çoroditjen, përpara meje qëndron grabitja dhe dhuna, ka grindje dhe përçarja por shtohet. Prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi e mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrëmbërohet. Edhe ti si Habakuku mund të mos e kuptosh Perëndin disa herë kur hesht, por duhet të them një të vërtet, mik i dashur. Ti je akoma në krahët e tij. Ti je akoma në krahët e tij. Le të shikojmë disa ankesa, 5 ankesat e Habakukut. 5 realitetet e Habakukut. Deri kur do thras dhe ti nuk dëgjon? Këtu Perëndia duket i heshtur. Pse më bën të shoh pa udhësin? Këtu dhuna ishte sistematike, diçka që e shikojmë. Çfarë dëgjojmë në lajme? Ki kriminal, u vraki kriminal, larje e hesapesh, gjykate shkallës së parë, gjykate shkallës së dytë. Në lajme kemi mësuar më shumë emrat e kriminalëve se sa të politikanëve, të shkencëtarëve shqiptar, atë artit, atë kulturës pra. E treta, rënimi dhe dhuna janë para meje, shoqëria pra. Po shkatërrohet. Ligji është i paralizuar, sistemi ligjor ka dështuar dhe mbi vendosje ligjesh që janë imorale dhe të neveritshme për Perëndin pra. Drejtësia del e shtrëmbëruar e pesta, edhe kur ka drejtësi, ajo vjen e korruptuar. Shikoni fjalën dhunë. Fjala dhunë
hebraisht shqiptohet Hamas. Hamas. Keni dëgjuar pa? Hamas. Hamas nuk do të thotë thjesht dhunë fizike. Fjala dhunë pra, Hamas. Ajo mbar dhe shkeljen e drejtësisë, grabitje ligjore, shtypje sistematike, abuzimit me pushtetin. E njëjta fjalë gjendet edhe tek Zanafilla, te kapitulli 6 vargu 11, që flet për korrupsionin që solli përmbytjen. Çfarë thot Perëndia tek Noeu? Cila ishte arsyeja që do sillte përmbytjen? Gjykimin e Zotit? Toka, i thot Zoti Noeut, është e mbushur me Hamas, e njëjta fjalë, Hamas. Çfarë po i thot Habakuku Perëndis? Habakuku po i thot Perëndis: "O Zot, jemi kthyer si në ditët e Noeut." Ju kujtohet Jezusi në dhjatën e re, ku na dha shenja për fundin e botës. Do të ndodh, thot, si në ditët e Noeut. Pra, edhe neve jemi kthyer në ditët e Noeut, dhuna, immoraliteti, padrejtësia pra. A nuk tingëllon kjo jetë e Judës në kohën e Habakukut si Shqipëria sot? Sot ne shikojmë me sy tanë atë që Habakuku pa mira vjet më parë. 44.000 shqiptarë emigruan drejt BE-s vetëm në vitin 2024, mbi 180.000 nga viti 2021 deri në 2024. Sipas statistikave, 1 në 3 çifte merr divorc. Është rekordi historik i divorceve në Shqipëri. Vlerat morale janë rënuar. Institucionet janë të kapura nga interesat private. Rinia po humbet shpresën dhe vetmja protestë që bën është emigrimi. Pra, ky nuk është vetëm një problem politik. Unë shikoj dhe fjala e Zotit na thot që është dhe problem shpirtëror. Pse? Sepse Shqipëria i ka kthyer kurizim Perëndis. I ka kthyer shpinën Perëndis. Dhe çfarë ndodh kur një kombi kthen shpinën Perëndis? Fillimisht humbet e vërteta, relativizohet e vërteta. Çfarë ligjesh edhën pas Covidit? Mbi gjinin, mbi identitetin gjinor. Pastaj, pas humbjes së vërtetës, humbet dallimi midis së drejtës dhe së gabuarës. Opinioni tënd nuk është i drejtë për mua. Dallimi midis së drejtës dhe të gabuarës. Sot njëri nuk mund të dallojë një adoleshent çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar pra. Dhe në fund lind konfuzioni. Je lindur në trupin e gabuar. Shikoni, kur i kthejmë shpinën Perëndis, Perëndia largohet prej nesh. Pse? Sepse tek Romakët kapitulli 1 vargu 17 thot: ata adhuruan krijimin se sa krijuesin, më shumë se krijuesin. Dhe çfarë bëri Perëndia? I la në epshet e tyre, burra të shkojnë me burra dhe gra të shkojnë me gra. Në epshet e tyre. Ndoshta nuk kanë epsh seksual, por një njeri që largohet nga Perëndia mund të ketë epsh për pushtet, epsh për pasuri, të jenë arsye të largimit të Perëndis, hidhërimi, dhe Zoti thot: "Ok, nuk më do në jetën tënde. Mirupafshin. Bëj sipas kokës tënde." Dhe i la në epshet dhe në çmendurin, budallëkun e mendjes së tyre, thot fjala e Zotit. Nuk do ndihmën time, vazhdo rrugën. Dhe shumë të rinj nuk zgjedhin vullnetin e Zotit sot, po zgjedhin atë follow your heart. Dhe duhet të kenë kujdes të krishterët këtë moton follow your heart. Çfarë bën pra Habakuku? Ai nuk shkon larg Perëndis kur shikon këtë situatë. Ai shkon tek Perëndia. Shumë njerëz sot ankohen për Perëndin para njerëzve. I dëgjon në kafene, pse Zoti e lejon të keqen, pse ndodh kjo? I shikon në Facebook, janë hapur dhe faqe ateistësh dhe flasin për të keqen, edhe Zoti pse nuk ndërhin Zoti? Por Zoti nuk ndryshon, Zoti nuk është si njeri. Imagjinoni Zoti të sillej si njerëzit. Unë nuk dua një Perëndi të tillë, që të sillet si njerëzit. Jo, nuk e dua. Në Facebook, pra në biseda,
Habakuku bën të kundërtën. Habakuku ankohet tek Perëndia për njerëzit. Njerëzit ankohen për Perëndin përpara njerëzve të tjerë. Kjo është diferenca midis ankesës, murmuritjes dhe lutjes profetike. Pam pra fjalën dhunë. Një fjalë tjetër e paraikje që shikojmë këtu është fjala që na thot tek vargu 2. Deri kur o Zot do të bërtas, do të thërras. Bërtas në hebraisht fjala është shava. Shava. Dhe nuk është një bisedë e qetë, është një thirrje emergjente, pritmë, klithm pra. Klithm dëshpërimi. Tek Psalmi 22, kur fillon në vargu 1, Perëndia im, pse më ke braktisur, është bërtas pra. Bërtasim ditën dhe ti nuk përgjigjesh. Shikoni një fëmijë që vërtet, o mami, pse nuk më ndihmon? Si mendoni, ky fëmijë mohon ekzistencën e nënës? Por ai vrapon drejt saj, konfirmon marrëdhënien. Këtë bën dhe Habakuku. Habakuku bërtiti sepse ka marrëdhënie me Perëndin. Ka disa kisha që i mëson njerëzit dhe u thon, mos pyet Zotin pyetje të vështira. Vetëm beso, por Bibla nuk thotë të. Davidi e pyeti Zotin. Pse nuk ndërhin o Zot? Jeremia e pyeti, po shoh popullin tim. Jobi e pyeti, kur humbi fëmijët e tij, humbi pasurinë e tij dhe u sëmur. Habakuku pyet, edhe Jezusi pyet. Miq të dashur, pyetja nuk është armiku i besimit. Pyetja mund të jetë prova e besimit. Besimi i rem thot mos pyet, thjesht beso. Besimi i vërtet thot pyet me gjithë zemër, sepse Perëndia është mjaft i madh për të përballur me pyetjet e tua. Nuk është një Perëndi që fshihet dhe nuk kthen përgjigje. E dini kur fihet Perëndia? Perëndia fihet më shumë kur ne kërkojmë përgjigje kudo tjetër. Kërkojmë përgjigje në internet, në politikë, në thashëtheme, përveç se tek Zoti. Dhe tani vim tek pyetja që shumë herë bëjmë. Pse lejon Perëndia të keqen? Kjo është pyetja më e vjetër e njerëzimit. Nëse Perëndia është i mirë, pse ka vuajtje në botë? Nëse Perëndia është i fuqishëm, i plot pushtetshëm, pse lejon dhe pse ka padrejtësi? Nëse Perëndia është i drejtë, pse hesht? Dhe Habakuku pyet të njëjtën gjë. Ai nuk pyet si filozof, pse ekziston e keqja, ai pyet si fëmijë, si bir. Deri kur do ta lejosh këtë o atë? Dhe shikojmë që Perëndia nuk i jep Habakukut një shpjegim filozofik, nuk i jep një leksion akademik, por i jep një zbules. Shikomi diskombeve dhe vëzhgoni, habituni dhe mrekulloni, sepse unë do të kryej në ditët tuaj diçka që ju nuk do ta besoni, edhe sikur t'ju tregoj. Perëndia i thot, unë jam duke vepruar pra. Perëndia është duke punuar pikërisht atëherë kur ne mendojmë se ai nuk po bën asgjë. Heshtja e Perëndis nuk do thotë dhe mungesa e Perëndis. Dhe fakti që libri i Habakukut është në Bibël na tregon nga ana teologjike se Perëndia nuk e ka censuruar Habakukun. Nuk e qortoi për mungesë besimi. Sepse Perëndia është i durueshëm dhe ka hir, është një formë e hirit ajo heshtja e tij. Heshtja e Zotit pra. Sepse edhe kur nuk e kuptojmë Zotin, ne duhet të kemi besim tek Perëndia. Dhe një shembull shumë i madh është Jozefi. Jozefi u shi si skllav nga vëllezërit e tij, u burgos pa drejtësi, shkaloi 12 vjet në errësie. Nuk kuptonte skllavërinë, nuk kuptonte pse ishte në burg, nuk e kuptonte tradhtinë e vëllezërve. Por ai tha tek Zanafilla 50:20, ju mendua të më bëni keq, por Perëndia e ktheu në të mirë. Pse? Për të shpëtuar kombin e tij pra. Gjithmonë Perëndia shikon kapitullin e fundit pra. Perëndia shikon kapitullin e fundit. Ne shohim faqen në të cilën jetojmë tani, me protestën. Ndoshta nuk e kuptojmë si Habakuku, por Perëndia po përgatit diçka më të madhe se sa mund ta imagjinojmë pra. Pam Habakukun. Tani le të shikojmë personin e ditë, protesta më e madhe në histori. E dini cila është protesta më e madhe? Shumë herë krenojmë protesta e studentëve në vitin 90, protesta tani që zgjat 15 ditë. Por unë do t'ju them që protesta më e madhe në histori
është protesta që ndodhi në Golgot pra. Dhe do kalojmë tani nga Habakuku, do shkojmë në Golgot, nga Juda pra në Golgot, nga profeti Habakuk të shpëtimtari. Habakuku thot, deri kur o Zot? Jezusi thot, Perëndia im, pse më ke braktisur? Këto nuk janë fjalët e një filozofi, janë fjalët e birit të Perëndis që morin mbi vete gjithë mëkatet e njerëzimit. Ai hyri në vuajtjen tonë, në dhimbjen tonë, në vetmin tonë. Pse? Që të mos jemi vetëm. Fjala Shava është e njëjta thirrje dëshpërimi që bëri Habakuku. Është ajo që bëri Jezusi në kryq. Shava nuk do të thotë thjesht të flasësh, do të thotë të thrasësh me gjithë fuqinë e shpirtit kur je në rrezik vdekje prurës pra. Dhe Krishti nuk erdhi të na japi vetëm përgjigje, ai erdhi të mbaj barën ton pra. Dhe ai bërtiti kur ndjeu vetmin dhe braktisjen. Imagjinoni, kë Perëndi beson ti mik i dashur. Unë nuk do të besoja kur tek Perëndia po të mos ishte kryqi. Pse? Sepse Jezu Krishti biri Perëndis hoqi dorë nga imuniteti ndaj dhimbjes. Ai hyri në botën tonë të mishit dhe të gjakut, të lotëve dhe të vdekjes. Ai vuajti për ty dhe për mua. Prandaj protesta më e madhe në histori nuk ndodhi në një shesh, nuk ndodhi me pankarta, nuk ndodhi me brit maturme. Protesta më e madhe ndodhi në Golgot. Perëndia im, pse më ke braktisur? Jezusi protestoi kundër mëkatit, jo duke vrarë mëkatarin, por duke vdekur për të. Jezusi protestoi kundër urrejtjes, duke i falur armit. Atë fali sepse nuk din se ç'bëjnë. Jezusi protestoi kundër errësirës, duke u bërë drita e botës. Jezusi protestoi kundër vdekjes, duke u ringjallur. Dhe kur vdik Jezusi, të vdekurit u ringjallën pra. Kryqi është vendi, mik i dashur, ku protesta e njeriut takohet me dashurinë e Perëndis. Edhe njerë, kryqi është vendi ku protesta e njeriut takohet me dashurinë e Perëndis. Takohet me dashurinë e Perëndis. Prandaj kur pjesim ku është Perëndia kur kombi vuan, ku është Perëndia kur fëmia vdes, ku është Perëndia kur drejtësia humbet, përgjigja është Perëndia është në kryq. Ai nuk është larg, ai nuk është i pandjeshëm. Ai është Krishti krijuar që dëgjon klithmën e popullit dhe na hap rrugën e shpëtimit. Çdo lot tuaj, Krishti e ka parë dhe ka qarë bashkë me ju. Çdo deri kur pyetja juaj, Krishti e ka bërtitur. Prandaj kur thoni Perëndia nuk më kupton, dijeni se po i tregoni atij shenjën e goshdave, po e rikryqëzoni pra, sepse ai e njeh dhimbjen tuaj, sepse e mbajti mbi trupin e tij. Dhe shkojmë tani tek Iriu, shqiptar, që mban busullën e cila është thyer, me fytyrë të trazuar. Ai përfaqëson një brez të të, brezi e largimit, brezin e konfuzionit, brezin që nuk di kujt i besoj. Pse? Sepse busulla morale është thyer, nuk di çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Busulla familjare gjithashtu është e thyer. Prindrit janë në emigrim, martesat po shpërbëhen. Busulla politike është thyer, institucionet kanë humbur besimin. Busulla kulturore është thyer, identiteti kombëtar është në krizë. Kemi krizë identiteti. Bërtasim, sikur kemi humbur identitetin kombëtar. Krizë identiteti quhet kjo. Por ka një lajm të mirë, dhe dua ta dëgjoni mirë këtë. Kur busullat njerëzore thyen, kryqi ende na tregon rrugën. Iriu nuk përpiqet të ndrejë busullën me duart e veta, por i ngres syt nga qielli. Dhe ky është çelësi. I ngres syt nga Jezusi, i cili tha unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Gjoni 14:6. Ai nuk tha unë jam njëra nga rrugët, sepse ekziston dhe kjo thot, të gjitha fet na çojnë te Perëndia. Jo. Vetëm Jezu Krishti tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe më thoni pak, pse besimtarët e feve të tjera shikojnë Jezusin në vegime dhe nuk shikojnë profetët e tyre?
Është një pyetje kjo. Ja që Jezusi është Zot. Pse shikojnë Jezusin në vegime dhe nuk shikojnë profetët e tyre? Bëjeni këtë pyetje vetes. Dhe kërkoni në Bibël se kush është Jezusi. Merrni Ungjillin sipas Gjonit dhe lexojeni. Unë jam rruga. Shpresa e Shqipërisë nuk është një parti e re. Shpresa e Shqipërisë nuk është një lider i ri. Se boll jemi lodhur me lidera që kemi bën idhuj dhe perëndi. Shpresa e Shqipërisë nuk është një sistem i ri. Shpresa e Shqipërisë është një zemër e re. Dhe tani unë ju sfidoj, të gjithë kërkoni nga protesta të ndryshoj politika. Ikni ju që të vim ne. Dhe unë sfidoj, duke i thënë, nëse nesër të gjithë politikanët do të zvendësoheshin me ëngjëj, por zemrat tona të popullit që duam ndryshim të mbeteshin akoma mëkatare, duke mos kërkuar Perëndin si zgjidhje nga Perëndia, por vetë, si do të ishte gjendja e Shqipërisë pas disa vitesh? Unë besoj se do ishte e njëjtja. Do kishim të njëjtat probleme. Ikni të korruptuar vendosni të korruptuar tjetër, por jo është i drejtë. Provojeni. Pra edhe njerë, nëse nesër të gjithë politikanët do të zvendësoheshin me ëngjëj, por zemrat tona do të mbeteshin mëkatare, pas pak vitesh miq të dashur do kishim përsëri të njëjtat probleme. Pas 5 vjetësh, 10 vjetësh të njëjtat probleme. Por, nëse zemrat ndryshohen nga Krishti, do të thënë politikan, mesazhi për ju, kërkoni ndryshim nga Krishti, ktheuni me pendim dhe besim tek Jezusi. Atëherë edhe një kombi dobët si Shqipëria mund të fillojë të shërohet. Te libri 2 i Kronikave kapitulli 7 vargu 14. Lexojmë atje. Në qoftë se populli im i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli. Do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. Tani sytë e mi do të jenë të hapur dhe veshët e mi të vëmendshëm për lutjen e bërë në këtë vend. Ne nuk kemi nevojë vetëm për ndryshim rrethanash. Ne kemi nevojë për ndryshim zemre dhe vetëm Krishti mund ta bëjë këtë ndryshim. Prandaj prindër mos ikni dorë nga fëmijët tuaj. Monika, nëna e Shën Agustinit, u lut për djalin e saj për vite të tëra. Ai jetonte larg Perëndis, në mëkat, por ajo nuk pushoi, u lut. Dhe Perëndia e bëri Shën Agustin një nga shërbëtorët më të mëdhenj në historinë e kishës. Ju të rinj, mos e ndërtoni identitetin tuaj mbi atë që thot bota, ose rrjetet sociale, ose trendet. Ndërtojeni mbi atë që thot Krishti. Mos ja jepni vitet më të mira mëkatit. Jepjani Jezusit zemrën tuaj, ndërsa jeni të rinj akoma, sepse dikush tha, të rinj më ndiqni dhe ky është Jezusi, i cili na thërret sot më ndiq. Të dashur mërgjimtar që jeni larg shtëpisë, por nuk jeni larg syve të Perëndis pra. Ai ju sheh, ai ju njeh dhe nuk ju ka haruar. Shikojmë pra, kulmi i librit të Habakukut fillon me ankesat. Në kapitullin 2 nuk është kulmi me një përgjigjen e Zotit, po kulmi është e kapitulli 3, me adhurim pra, me adhurim. Habakuku fillon me pyetjen dhe me ankesa, me protestën e zemrës së tij, me dialogun me Zotin dhe përfundon në adhurim. Dhe dëgjojeni, edhe nëse fiku thot, ndonse fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit, ndonse punimi i ullirit do të jetë zhgënjyes dhe ara nuk do të japin më ushqim, ndonse kopet do të zhduken nga vathët dhe nuk do të ketë më qenë në stalla, çfarë do bëj? Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia e shpëtimit tim. Zoti është forca ime. Ai do bëj këmbët e mia si ato të drerëve dhe do të më bëj të ecim mbi lartësitë e mia, mbi lartësitë e mia. Pra, ai numëron gjithçka që ka humbur, nuk la asgjë jashtë, bën llogarinë e plotë të humbjeve. Nuk ka fryt, nuk ka ushqim, nuk ka bagti, nuk ka siguri. Dhe pastaj thot, por unë do të gëzohem në Zotin. Po si do gëzohesh? Jo sepse rrethana ndryshuan, por sepse Perëndia nuk ndryshoi pra. Nuk them kur do ndryshojnë rrethanat atëherë unë do besoj, por edhe nëse rrethana nuk ndryshojnë, unë do të besoj tek Zoti pra. Do t'i besoj
Zoti, sepse ai është forca ime. Ai është forca ime, pra. Vëllezër dhe motra, pam pra 3 personazhet, Habakukun që guxoi të pieste dhe përfundoi duke adhuruar, Krishtin që hiri në dhimbjen tonë dhe hapti rrugën e shpëtimit, Iriu me busullën e thyer, që përfaqësojnë të rinj son duke kërkuar drejtim, pra. Cilën protestë do të zgjedhësh ti? A do protestosh vetëm në rrjetet sociale me komente gjysmëfaqe të zemëruara që askush nuk i kujton nesër? A do protestosh me dëshpërim duke u dorëzuar e duke ikur? Duke hequr dorë? Apo do protestosh si Habakuku në gjunjë, me lot, me pendim, me besim dhe guxim? Për ti që pyet se ku është Zoti në këtë situatë në Shqipëri, sot vjen Zoti të pjesë. Ku je ti? Ku je ti? Problemi më i madh nuk është mungesa e përgjigjeve. Problemi më i madh është që njeriu është larguar nga Perëndia dhe Jezusi sot po të thret, sepse sot është dita e shpëtimit. Ai thot: "E jani tek unë të gjithë ju që jeni lodhur, dhe unë do t'ju shlodh, do t'ju jap paqe në zemrat tuaja." Pra, nëse je prind me zemër të thyer, mos hiq dorë, lutu, vazhdo, Perëndia të dëgjon. Nëse je i ri pa drejtim, dije se kur busulla thyet, kryqi është ende atje për të treguar rrugën, pra. Shqipëria sot është në udhkryq. Ndoshta familja jote është në udhkryq. Ndoshta zemra jote nuk di kujt i besosh. Por Krishti është akoma në fron. Krishti është akoma në fron, pra. Prandaj dhe Perëndia sot kërkon Habakuk të rinj për Shqipërinë. Roje që nuk flën, besimtar që thon, edhe kur gjithë bota thot që Shqipëria është mbaruar, unë do të gëzohem tek Zoti. A do të jesh ti një Habakuk sot? A do dorëzosh barën tënde dhe të ripërtërish besimin tënd duke ja dhënë Krishtit jetën tënde? Le të lutemi. O Zot, ne sot nuk kërkojmë thjesht një qeveri të re. Ne kërkojmë sot një zemër të re. Na mëso të therasim si Habakuku, pa humbur besimin. Na mëso të shohim kryqin e Krishtit si përgjigjen tënde më të madhe ndaj dhimbjes son, sepse atje është protesta më e madhe në historinë njerëzore. Na bëj njerëz të drejtë në një kohë të padrejtë. Na jep guxim të mos heshtim dhe guxim të mos bëhemi si ata që ne kritikojmë. Shëroje këtë kombo, Zot. Frymë e shenjtë, dërgoj një frymë pendimi mbi prindrit, mbi fëmijët, mbi të rinjtë, Zot, që të kthehen tek ti. Shëroje këtë kom, drejtoje të rinjtë tanë, forco familjet tona, akoma dhe kur busolla jonë është thyer, bëu ti drejtimi ynë, Bibla të jetë drejtimi ynë. O Zot, dëgjoj Shqipërinë, o Zot, dëgjoj e thirrjen tonë. Ne themi deri kur, por ne themi gjithashtu unë do të gëzohem. Megjithatë ne besojmë, shpresojmë dhe gëzohemi. Pse? Sepse ti je forca jonë, Zot. Prandaj bëj këmbët tona si të drenushët dhe krahët tanë si të shqiponjës që të fluturojnë mbi lartësitë, edhe kur rruga është e thepisur, pra. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Amen, miki dashur. Uroj që ky mesazhi të flasi në zemrat e të gjithëve dëgjuesve. Shpërndajeni dhe u thoni dhe të tjerëve ta dëgjojnë këtë mesazh dhe të marrin inkurajim. Dhe nëse nuk e pranuar Krishtin, ulu në gjunjë dhe thuaj: Zot, unë ndoshta protestoj sot, por protesta më e madhe është bën prej teje, prandaj unë dorëzohem tek ti, o Zot. Unë pendohem për mëkatet e mia, për jetën time mëkatare. Eja dhe bëu ti timonieri i jetës sime. Merr drejtimin e jetës sime, të familjes sime, të kombit tim. Në emrin e Krishtit lutem. Amin. Miki dashur, faleminderit që dëgjove këtë mesazh dhe unë lutem që ti ta përdorësh për lavdin e Perëndis. Dërgoje te miqtë tanë, shpërndaje tek të gjithë miqtë tu. Unë të përqafoj dhe të uroj që Zoti të jetë së bashku me ti kudo ku të jesh. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin
068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshim. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam Pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga Pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.